Kjo është gjendja e rrugës së Telit që lidh një pjesë të zonës së Fushmilotit në Kurbin me autostradën Milot-Thuman. Segmenti me gjatësi 1.5 kilometra ka degraduar plotësisht, duke i bërë pothuajse të pakalueshëm për shkak të gropave që në kohë me shi bulohen nga ujë dhe balta. Mungesa e infrastrukturës ngriti në protestë banorët, të cilët thonë se pavarësisht ankesave të vazhdueshme në këtë zonë, nuk është investuar asnjëherë dhe kjo situatë ju ka vështirësuar jetesën. Premtimet për rehabilitimin e rrugës nuk kanë munguar për çdo fushatë elektorale gjatë dekadës së fundit, por vetëm janë mashtruar, tregojnë banorët. Vetëm më investuna se kush s'ka vu dorë ta. Vinë në arrejnë për shat për rast votash dhe kërkush nuk kisha kohën për atë punë. Gjithherë kështu ka qenë, riparim vetë, mbyllim në grup vetë, në thonë e bëjmë, s'ba kush gjanë. Te kena shumë emnat e familjet e, krytarja ka thënë në këmbos, se ba bo, këta nga mashtru. S'ka ftyrë marri herë më kërku vota. Për morte për dasëme, për me liviqu, ka me kjo shkolla kretë, së da ko atëherë, po me që kuna balë nuk kalohet. Po na dëmton masivisht. Ndjehemi të izoluar, ndjehemi shumë të lanë mrabadore, jemi 1 kilometër larg nga autostrada, rreth 1000 banorë që kalojnë rrugë Kalldrami, kalamajt rritin si në mesirë. Mos u afroni fare për vota, nuk japim votën asnjëni, do rrim kështu pa votu, më mirë. Duhet investim në rrugë. Është turp flasim 2025 akoma për rrugë. E kena problem me shumë vite. Kjo rrugë mund të jetë mbi 100 vjeçare. Nuk ka rrugë e re, veç kënë investu vetë si familje, jena mbledh, gjithmonë, na kanë premtu, na jepni votat, jo kena dhanë para 4 vjeç, e keni shtru me se s'lejohet me shtru para, votime se na fusin burg, por do t'ja japim, do t'ja shtrim urgjencisht, sa të morën votat. Rruga e Telit në Fushmilot ju shërben rreth 1000 banorëve të kësaj zone dhe as në buxhetin e këtij viti, Bashkia Kurbinit nuk ka planifikuar investime në këtë zonë.